Hoxh, unë të dëgjoj ty me vëmendje gjithmonë dhe ti shikoj videot, por e kam një pyetje. Askund se kam gjetur në hadithe që tregon se çfarë gjinia është Zoti, sepse ju po e cekni nuk ka bashkëshorte. A ke ndonjë përgjigje? Allahu ju ruajt, amin, Allahu ju ruajt edhe ju. Unë kam përmend pra që nuk ka bashkëshorte, sepse ka njerëz të cilët i mveshin padrejtisht madhit Zot, sikur ka bashkëshorte. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Por kjo nuk do të thotë që unë pretendoj apo besoj se Zoti ka gjini. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Gjini na përket ne si krijesa. Ne kemi mangësi. Ndërsa Zoti i gjithësisë është absolut. Nuk ka mangësi Allahu i lartësuar. Lejse kemi thlihi shej. Askush nuk i ngjason atij. Por ka njerëz të cilët i mveshin Zotit gjithësisë, pra bashkëshorte, e Allahu i lartësuar ka mohuar këtë gjë në Kur'an, dhe unë kam përmend që Zoti i gjithësisë nuk ka bashkëshorte. Allahu i ruajt.